Një ndryshim i rëndësishëm pritet të hyjë në fuqi në aeroportet dhe kufit e Bashkimit Evropian duke filluar nga kjo fundjavë. Nga 12 tetori, sistemi i ri digjital Entry Exit System ose shkurt EES do të nisë zbatimin për gjithë udhëtarët që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, përfshirë edhe shtetasit shqiptar. Sistemi ka për qëllim forcimin e kontrollit kufitar dhe rritjen e sigurisë dhe do të zëvendësojë vulat manuale të pasaportës për regjistrimin elektronik. Çdo hyrje dhe dalje në zonën Schengen do të shoqërohet me marrjen e shenjave të gishtë-rinjve, fotografi dhe regjistrim të dhënave biometrike, duke krijuar një profil digjital për secilin udhëtar. Ekspertët paralajmërojnë se në javën e parë procesi mund të shkaktojë vonesa deri në 3 herë më të gjata se normalisht për shkak të procedurave të reja dhe fluksit të madh të udhëtarëve. Të dhënat do të regjistrohen në bazën qendrore EULISA me selin në Tallinn të Estonisë, që do të menaxhojë informacionin për të gjithë kontinentin. Kjo bazë do të ndihmojë autoritetin të ndjekë më saktë afatet e qëndrimit, duke dhëruar automatikisht sa ditë një person ka qëndruar në zonën Schengen dhe sa ditë i mbeten nga periudha ligjore 90 ditëshe. Të dhënat personale të udhëtarëve do të ruhen për 3 vjet, ndërsa sistemi synon të frenojë abuzimet me qëndrimet e zgjatura dhe migracionin e parregullt. EES do të zbatohet në 29 shtete europiane, përfshirë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që janë pjesë e zonës Schengen, si dhe Islandën, Norvegjin, Liechtensteinin dhe Zvicrën. Përjashtim bëjnë Irlanda dhe Shqipëria, të cilat për momentin nuk do të aplikojnë këtë sistem dhe do të vazhdojnë me procedurat tradicionale të kontrollit kufitar.